Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Nëse ke bërë ndonjëherë një operacion, me siguri të ka kaluar në mendje pyetja: a ndjej diçka kur jam në anestezion? Apo më e frekshme akoma, a ka njerëz që zgjohen gjatë operacionit, por nuk mund të lëvizin? Në këtë video do të zbulojmë saktësisht çfarë ndodh me trupin dhe në trurin e njeriu gjatë anestezisë. Dhe kjo që do të mësosh mund të befasojë. Çfarë është vërtet anestezioni? Shumë njerëz mendojnë se anestezioni është si një gjumë i thellë, por në të vërtetë nuk është as pak gjumë. Kur bie në gjumë, truri yt është aktiv dhe kalon nëpër cikle të ndryshme. Por kur je në anestezion, truri ndalet nga sinjalet që përpunojnë dhimbjen dhe vedijen. Në një farë mënyre është si një shkëputje kontrolluar e ndërgjegjes. Mjekët përdorin disa lloje anestezioni, të përgjithshëm rajonal dhe lokal. Por më i forti është ai i përgjithshme, që përdoret në operacione të mëdha. Ai ndalon plotësisht ndjesinë e dhimbjes, ndërkohë që mban funksione thjeshtësore si frymarrja dhe rrahjet e zemrës nën kontroll të pajisjeve. Çfarë ndodh në tru gjatë anestezionit? Në momentin që ilaçi hyn në trup, ai fillon të bllokojë sinjalet nervore që zakonisht dërgohen nga pjesët e trupit drejt në tru. Kjo do të thotë se edhe nëse trupi përjeton diçka fizike, truri nuk e regjistron. Është si të kesh një televizor të ndezur, por me kabllon e zërit të shkëputur. Ngjarja ndodh, por nuk ka perceptim. Ndërkohë, disa ilaçe anestezike ndërhyjnë në zonat e trurit që lidhen me kujtesën. Kështu që edhe nëse truri ka një reagim minimal, ti nuk mban mend asgjë. Dhe kjo është arsyeja pse shumicës e njerëzve pas operacionit u duket që kanë kaluar vetëm pak sekonda. A ka njerëz që zgjohen gjatë operacionit? Po, edhe pse kjo është shumë e rrallë, quhet ndërgjetësim gjatë anestezionit. Kjo ndodh kur doza anestezisë nuk është mjaftueshëm e fortë për të bllokuar plotësisht vedijen, por është aq e fortë sa të paralizojë trupin. Në agjendje disa njerëz kanë raportuar se dëgjonin zëra, ndjenin presion ose kishin ndjesinë e frekshme se nuk mund të lëviznin ose të flisnin. Megjithatë, këto raste janë njerëzakonisht shumë të rralla. Ndodhin vetëm tek 1 ose 2 persona në çdo 10.000 operacione. Mjekët sot përdorin pajisje që matin aktivitetin e trurit për të shmangur pikërisht këtë ndjesi. A ndërrojnë njerëzit gjatë anestezionit? Një pjesë e vogël e pacientëve raportojnë se kanë parë ëndra, por këto ëndra nuk janë të njëjta me ato të gjumit normal. Janë më shumë si iluzione të trurit kur i kthehet online. Në momentin që anestezioni fillon të zbehet, truri mund të krijojë për pak sekonda imazhe zëra ose ndjesi që duken si ëndër. Shkencëtarët mendojnë se ky moment i rikthimit është një dritare shumë interesante për të kuptuar se si truri ndalon dhe rifillon vedijen. Çfarë ndjen trupi në të vërtetë? Trupi teknikisht reagon ndaj disa stimujve edhe gjatë anestezionit, por jo në mënyrë të vetëdijshme. Për shembull, kur kirurgu bën një prerje, zemra mund të reagojë me një rritje të vogël të rrahjeve, apo presioni i gjakut mund të ndryshojë, por pacienti nuk ndjen asgjë, sepse truri nuk i përkthen ato sinjale në ndjesi. Momentet para dhe pas operacionit. Shumë njerëz kujtojnë vetëm momentet e para, dhomën e ftohtë, maskën me aromë të çuditshme, ndjesinë e përgjumjes. Pastaj për shumicën ndodh një bërshllëk total, koha zhduket. Dhe papritur dëgjon dikë që të thotë, operacioni mbaroi. Truri nuk ka asnjë kujtesë të asaj që ka ndodhur në mes, sepse pjesa kujtesës afatshkurtër është fikur nga anestezia. Kur ilaçet fillojnë të zbehen, rikthimi është i ngadalt. Disa njerëz ndihen të hutuar, të përgjumur ose të etur. Të tjerë qeshin ose flasin pa kuptim, sepse truri po përpiqet të rindizet gradualisht. Çfarë thon ata që e kanë përjetuar ndryshe? Ka njerëz që tregojnë se kanë dëgjuar tinguj ose kanë ndjer presion për pa dhimbje. Një grua tregoi se gjatë një operacioni zemre kishte ndjer duart e mjekut në gjoksin e saj, por nuk mund të lëvizte apo të fliste. Ndërsa të tjerë kanë përjetuar ndjesinë e daljes nga trupi, sikur po shikonin gjithçka nga lart. Shkenca ende nuk ka një përgjigje të plotë për këtë fenomen, por mendohet se lidhet me mënyrën se si truri reagon në prag të humbjes së vedijes. Si e kontrollojnë mjekët që ti të mos ndjesh asgjë? Mjekët anestezistë janë ndër specialistët më të rëndësishëm në sallën e operacionit. Ata monitorojnë çdo sekond frymarrjen, presionin e gjakut, aktivitetin e trurit dhe nivelet e oksigjenit.
Në momentin që një sinjal del jashtë normales, ata rregullojnë menjëherë dozën e anestezisë. Sistemet moderne kanë bërë që operacionet të jenë shumë më të sigurta se kur më parë. Sot, rreziku për të dëgjuar gjatë operacionit është pothuajse zero. A dëmton anestezioni trurin? Në shumicën e rasteve jo, por tek disa pacientë të moshuar mund të ndodhë një lloj konfuzioni i përkohshëm, zakonisht gjatë disa orë ose disa ditë dhe zhduket vetë. Studimet kanë treguar se truri rikthehet plotësisht pasi ilaçet largohen nga sistemi. Pra, edhe pse përvoja mund të duket misterioze, anestezioni është një nga arritjet më të mëdha të mjekësisë moderne. Sekreti i ndjesisë që ti nuk ndjen asgjë. Në fund, ajo që ndodh gjatë anestezionit është një mister i bukur i neuroshkencës. Ti teknikisht je gjallë, frymon, zemra punon, truri është aktiv në nivelet minimale, por ndërgjegja është e shkëputur. Në atë orë truri pushon së krijuari kujtime, dhimbja nuk ekziston dhe koha zhduket. Është si një ndalim i përkohshëm i ekzistencës, një hapësirë ku njeriu jeton por pa e ditur. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.